Përshëndetje, po I them gjithë shikuesve të radio televizionit 21, shikuesve të emisionit Një kafe me Labin, faleminderit Lumit edhe Taulandit për këtë hyrje. E di që shumica ndoshta këto momente kanë me mendu që ka të bëjë me sportin. Po, me sportin, më fal, 2001. Se sonte kam hy unë po mdoket me emision pak ma herët sportiv, e pastaj do të kaloj domethënë edhe tek ju domethënë pjesën e ju që terminin të ju që e keni pas orës 22:30. Unë sonte kam kënaqësinë sepse filloj me ju shikues që jeni të shumt, jeni pjesë e emisionit Një kafe me Labin, e kemi veç po I përgatit këtë onën tjetër kafet. Faleminderit Aromës Pavini që ma jep në studion e emisionit Një kafe me Labin. Faleminderit që është në rrugtimin tem të emisionit Një kafe me Labin, por duke mos haruar edhe Fibullën që është pjesë e imja, ka me qenë edhe gjatë sezonës verës, sepse sa me Një kafe me Labin nuk mungon edhe këtë sezon. Taulanti veç mungon se tjertë jo. Paul McLean, faleminderit shumë. E kuptu, domethënë me fillim të emisionit që ka të bëjë diçka me sportin. Unë sonte nuk guxoj ndoshta edhe shumë me vetë gjithçka, nuk guxoj me folë gjithçka, nuk guxoj berat, as më shpejt ndoshta. Nuk guxoj për shkak që Fortesën e kam pjesë të emisionit Një kafe me Labin. Fortesa, ju e dini fort mirë, tash si të përmendet Fortesa, e dini që ka të bëjë me karaten, e kështu që nuk di që me bo me hy dika ku s'duhet, veç kur më kërset në një, a ndodhë Fortesa jo? Ja, jo. Mirë se erdhe Një kafe me Labin, është kënaqësi që të kom sonte pjesë të emisionit. Faleminderit, kënaqësi edhe për mu me konë në emisionin tënd, jom rrit me emisionet e tua, kështu që është kënaqësi shumë e madhe me konë në emisionin tënd. Qështu do kjo hymja, domethënë kur ja nisën këta vesh me këto edhe u futën në emision, a po tu me hinë garë. Ja nisën më mbari kujtu meqin e fundit, se zakonisht me muzik hina, me diçka pak ma dështore, kështu që ke emocionuse. Unë e di se zakonisht ne do të flasim sonte edhe për këto trofe, për këto medalje të cilat fakt ja ki sjell këtij shtetit Kosovës, po na vinë kafet edhe na po shkojmë gradualisht deri te këto. E di që paragjykime sende shumë të mëdha kanë qenë domethënë fillimet e tuaja. Sepse jemi një vend I vogël që paragjykojmë domethënë aq më tepër kemi paragjykuar domethënë shumë femra që janë marrë domethënë pikërisht me sportet këto, qoftë karates, qoftë judës, qoftë po medaljet edhe kranarinë e këtij vendi domethënë sidomos ju vajzat e keni. Po normalisht qysh në start kemi pas sfida. Kosova dhe nuk ka qenë e pranuar në atë kohë në arenën ndërkombëtare. E kemi pas atë periudhën që ndoshta fillimet kanë qenë vetëm në Kosovë me marrë pjesë, nuk na ka mundësia me marrë pjesë jashtë shtetit. Kështu që qysh në fillim ato startet ti vajzë, nuk mënësh, po lëndosh, të goditin, gjithmonë ka pas këto me njëherë me ti nuk mënësh, me karatis dhja keme pas me mri, po unë jem konë qysh një vajzë qysh andra kom pas qysh në fillim, edhe që ajo andrë më ka maj gjithmonë për me ardë diri qëtu. Unë e kom fillu karatën për moshës 7 vjeqare, edhe kjo ka qenë rrugtimi jemi parë, që me folë. Kur jemi tek ajo pjesa, domethënë e moshës 7 vjeqare, kur jemi pjesa e fillimit, e di që është shumë e rëndësishme është për mbështetja dhe për kraja. Përpos familjes, domethënë, që e ke pas një shtylla kryesore është që të ka për krah. Njerëz tjerë, më intereson këtu shoqënia, në shkollë ku shkojshe, për kraje, mbështetje? Nashta më me thonë veç familja. Veç familje. Ndoshta edhe fillimi I shoqënisë nuk ka qenë për kraja, për shkak që nashta edhe nuk kanë ditë çka do me thonë me për krah dikon qysh në fillim. Nashta ka qenë edhe xhelozi, kjo karatiste në re, edhe më kanë këshyrë me njerë me një sy tjetër, po ndërkohë I kom tregu që unë e du këtë sport, edhe sjellsha medalje ndryshme në klasë, edhe që ajo bëj këtë veçantë, edhe që atëhere e këthyn kryt ka unë, shoqënia që me pa që unë po sjelli rezultate, dhe pse jam karatiste, po të njëjtën kohë kemi disiplinë, kemi kulturë. Na nuk rremi veç hajt palinin në rrugë, pa na pru dhe qëto. Që të ndoshta ata ka pru dhe në kush dhe qëto? Me tregu drejt, më ka ndodhë halon me sos durimin deri maksimalisht, qaq karatjet bën me konë tepër durimtare, ndoshta edhe deri me një pikë që kom marrë deri që kom duru qaq shumë, ka pas nashta ndonjë ngusje diçka, mo jo
me cek shumë diçka të madhe, përveç vllavin tem, një herë më ka ndodhur, unë jam konë në pushim gjatë, edhe ishin rrëthëku krejt shoqënia me rej vllavin se pak e kom pas si të lasdrum, edhe unë qatë moment, qatë herë, unë hupi dorimi se ke gjaki jem, dyqysh nuk mujta me përbalu. Vllamo! Po, edhe dola atë, dyqysh edhe ata nuk guxojshin as më mësil, edhe as me provu më e tap njonin, tap tjetërin, kështë që tani vëlla jem iki prej asaj situate dhe në qatë pikë që aty panë që unë jem karatisë, më dolizoni në shkollë, kjo në arre. Edhe për ati momenti dhe më tonë, a ki pas vështirë me kryu rreth, me kryu shoqëni? Normal kështu jem konë tip i but, nuk jem konë shumë mashkull, edhe më me cekë që jem konë edhe shumë tip femror, shumë e but, edhe të njëjtën kohë jem konë edhe karatiste, po jem konë e gatshme për shoqëni, shembull nëse ka puna për me mbrojt dikon, unë jem konë që atë. E di që e the, për pos familjes, kërkush tjetër. I kujton ditë e para, i kujton fjallët e para, qoftë babit, qoftë mamit, sot që ti nuk e ke po mbi gjitha sukseset e gjithçka ja dedikon, dhe më thonë, e di se në postimet e tuja, sidomos kur vjen medalja, kur vjen trofeja, gjithçka ja dedikon asaj. I mon me në fjallët e para, sepse e di që prindit, dhe më thonë, sidomos nana, ka qenë është brengosët shumë për fëmijët, sidomos të karateja se mos për lëndon do një dorë, mos për lëndon do një ka, mos për ndodhë diçka ma e keqja, edhe e di që ka situatat ndryshme. Po, unë më imi dërgu pak dy histori ndryshme të prindve. Për shembull, babin e kom pas ma shumë që ai ka desh më mbo mu këngëtare, se ai ka desh më mbo artiste, i ka pëlqy ma shumë se sa më konë sportiste, edhe unë e të njëjtën kohë dëshira e më konë sportiste më konë. Të në ajerët jëmë konë vajzë që i kom ndash sportet, jëmë konë shumë e gjallë edhe për shtë arsye, edhe më ka qunë në shkollë të muzikës. Babi ka desh jo karate, për muzikë, unë qej me provu, nuk më shkej ke zoni. Deshti me pagu në ashta profesor ekstra, vesh për më mbo pianiste, qa do kohë, po e pa që nuk më pranu, tha nuk është qika jote, kështë që ndërsa mamin, e kom pas nështë shtylla kryesore për karate, sa që ajo konë edhe luftarake, edhe gjithmonë më ka thonë, ma mirë me karate, kur vjen puna e mbron vetën, kështu që s'ki nevoj ma mirë me sport, ti je shumë tip i gjalla, dhe ajo kom përkasje nështë ma e madhe gjatë fillimet, edhe më ka përkra, mi ka bli kimonit me një herë, ma i mena të shiritat që në mënu këtu, edhe qysh në fillim e kom nu me njëra të shiritin, edhe bësh atë shpia, ato katat të ndryshme, edhe frymëzimi jem ndoshta mami ka qenë në periudat qysh në fillim. E the që me dalë zoti vetë vetës, a ka momente gjatë kësaj karierës deri sot ku je, edhe pse nuk je një moshë të vjetër, po një moshë të reje, po me vite dhe më tonë, po me ndojt karierës e këto, a ka ndonjë moment që i ki dalë zoti vetë vetës, që ki mbrojt vetë vetën, masi e the, mami gjithmonë ka thonë, lufto se duesh me mbrojt vetë vetën. A ka ndonjë moment që tu ka dash me mbrojt vetë vetën? Normalisht prej sfidave të ndryshme të jetës që mi ka sjell karateja, atëherë po, i kom dalë zot vetës. Më me thonë, ndoshta gjenerata jem, unë jam e gjeneratës 96, nuk jam me thonë që shumë e vjetër, po qaja gjeneratë gati se krejtë e kanë lonë karatën për arsye shumë ndryshme të sfidave që nuk kanë financem, shteti nuk i ndihmon, të na ndihmojnë veç kur të arritsh një medalje, diçka shumë të rëndësishme që ata i kthejnë syt ka te, për ndryshe në fillimet, në vështirësi, përveç familjes, nuk përkra kërkush. Edhe në qëtë aspekt unë kom bajt shumë, do me thonë nuk jom dërzu, kom pas shumë sfida, qysh prej fillimet, desa e kom arrit medaljen, momentit që e kom arrit medaljen, tanaj e kom shpërbli vetën edhe do me thonë që aty ka qenë që e kom sfidu vetën edhe ja kom dalë deri me qëtë pikë. Përmendit, dhe më thonë, e the që babi ka insistu, dhe më thonë, ka piano e ka kjo. A kona i kongën a i sen që tash këtë momente me testu edhe tash dhe të dijet, i morë medaljet në gjamë, i kryve tash të dijet, bo hakim po këti tash edhe ka muzikë. Unë e kom thonë, qinë gjë vogël me të kazë drejtë e kom kënu, apo jo tjetër. Nuk jom ka muzika.
E di që e përmende, e the, dhe më tonë, gjithë shka po lidhna të këbiseda e jote cila për zhvillojmë që me qenë ma transparent edhe me shikuesit. E përmende, dhe më tonë, që përkraja institucionale ka qenë shumë e keqe në fillimet, kur ta merë medaljen e parë, pasta i kanë syt edhe kthehet ka te. E di se sa dhe më tonë, karatiste janë, po e marrë shembull tani këto momente që po na shikojnë pranë ekranit. Shumica jonë, dhe më tonë që ndoshta nuk i kanë pas mundësit, nuk i kanë pas kurset, nuk i kanë pas përkraje, nuk i kanë pas mbështetjen, e janë dëshprume. Çka ju thush këto momente? Kisha lidh edhe me një fazë tjetës tem, që për më tregu, dykon në vitin 2023 ka qenë kampionati botëror. Edhe ndoshta që ajo kun medalja e më e rëndësishme që më me thonë se kështu kam medalje të ndryshme, por tek bota nuk kom pas deri në vitin 2023. Edhe në qatë kohë kom pas shumë sfida, shumë tragedi, qyshim familje. Humbje në vllaut, edhe në qatë kohë kun edhe nëna së mur për e kancerit. Edhe mu ka desh me sakrifiku edhe për karierë, po të njëjtën kohë edhe mu kujdes për mamin. Po mami kun qajo që edhe pse u kun e së mur, kur s'm ka thonë që leje karatën ose diçka, po vazhdo edhe ka këshyrë. Ka jep motive dhe ty që tojnë. Edhe dyqysh shumë, do isha sa ishke nëna jam gjallë, do isha dyqysh me mri sukses. Edhe mja kushtu asoj sa gjallë, edhe me po që qika vetë ka mri. Edhe në qatë ko, ajo ka qenë shumë, ka arë me mund botërore, edhe shumë ka qenë në sëmur, po në qatë sakrificat soj, ka desh më arë më në po. Edhe dyqysh jom lutë ditë e natë, për me pas qatë sukses, edhe kur shkova në botërore, dyqysh veç tash, unë e kom bosh krejt që u desh me bo diri qëto. E tasht veç zoti ka me dyqysh i sholla për mshe, edhe në të njëjtën kohë se kom desh shumë suksesin, edhe kur shkova në atë botëror, edhe e pashë i shkun dita për mu, e mojtëm me ekip Angliën, Francën, krejt shtetet më të fuqishme të botës, sa që krejt u habetën me neve. Kosova, mi rej krejt shtetet e fuqishëm, edhe luftën për medalje patëm me Kazakistan, qysh në fillim ajo garusja ke e treta në olimpiad, edhe mu mëra ajo garuse, edhe mujta me rezultat 5-4, edhe që aty u bënëm treta të botës, edhe që kjo ka qenë nështa medalja ime që nëna ja më konë gjallë edhe ka po këtë rezultat. E ka përjetu dhe më tonë gjithë këtë sukses. Edhe ka po që ja ka dalë që ka vetë edhe më shumë. Cila ka qenë fjalla e parë që kërë e takove? Që shkove me medalje dhe më thonë për aty shkove pa me përtrave? Ajo më tha që se e ki bo shumë qëtirë, apo që ja dole, shëqër, e kum di që kimi ja dalë, se ajo besoj ke po veç kohën e dur, do isha me pritë se ndosë që në shumë shkap dhe të medalja, do shta i kom hupë në sekundat fundit të medalja, se të shka sporti i karates është shumë i komplikum, më ndësh të fitu, në fund me ta marrë duelin. Edhe momentin që u shliru zemra, të qysh menoj që e pa që shëqër që e përjetoj edhe qatë knatësin e medaljes tem, edhe si u letësu, të qysh. E pa që unë ja dola edhe ajo shumë e lumë të rishtë. E di që edhe ajo akoma vazhdojnë tjetë e lumëtur për punën, për të arriturat dhe për suksesin tënë, për shkak që unë gjithmonë thëmë, i kemi mbrapa vetës. Na rinë mbrapa vetës, na jepin forcën, na jepin energjinë gjatë gjithë kohës. E di që është sfiduse, e di që është e mundimshme, dhe më tonë, përgjithsi sporti i karates, po a ke ndoni parameqet, ndoni mesazh, ndoni lutje, ndoni diçka të veçantë që i ke para se me hy? A vëtin dhe më tonë që e mendon, dhe më tonë diçkafin që nuk e dim ne, po e marrë shembull, që ti the, unë besojnë dhe më tonë shumë edhe lutësh, je lutë shumë Zot për shkak që me pas suksesin, me të jep Zoti forcën edhe gjithë shkapin. Për pos kësaj, ke diçka dhe më tonë vazhdimësi dhe më tonë që bën një rutinë që nuk e dima, as në asë shikuesit. Normalisht, kështu specifike nuk kam, po sportistat janë shumë të lidhur me fe, me thonë edhe me fe të ndryshme që janë, se cili sportiste ka besimin, se normal pa besim është pak vështirë edhe me mri sukses, se momentin që beson edhe lutësh, edhe suksesi ka me arë, kështu që gjithmonë për Zotin lutna dhe për sukseset e mia, nuk kam do një fjali shumë specifik, po mundona më qetësu vetën shumë para garës, edhe
me punu para garës. Jo në qatë ditë me thonë me pas fate kësisene, po munona mi bo krejt stërvitjet para, që kur të vija aty më konë e shlunu me në krye dhe me thonë une i kom bo deri që të që u desh me bo, ta shpjallo Zotit. Edhe munona me shliru vetën, edhe me provu, mu knaq me që tënë që është të mardhë. Veç i thonë vetës knaqë shioje edhe rezultati vjen. A ke ndonjë mentor ose ndonjë frymëzues që të ka frymëzu personalisht ty për me ardhur deri sot ku je këtu? Normalisht prej karates i kemi 2 kampion, është Femi Malla dhe Afrem Latifi, janë kampionat Evropës, po asnjëri për Kosovën. Është njëri për Zvicrën, tjetri për Shqipërinë, kështu që pillotit Kosovës, alëm kërkush nuk me nëzë kanë mujtë tash do rezultati mi pas, po kështu inspirim përveç Majlindës, nuk kemi pas, edhe pse ajo gjëdë, po ajo i ka hapë dyrët e tona edhe na ka shtin kry që mujna me pas rezultat edhe pi Kosovës, edhe pse ka qytet i vogël, po mi të regu botës edhe prej që ka vina mujna me arrit. Kështu që Majlinda është frymëzimi kryesor i krejt neve gjeneratës. E bukur është. E di që duhet me pas kujdesin. Duhet me pas kujdesin, dhe me tonë edhe të pesha, për shkak se me po lujten pesh, atëherë para garave mundet me ndryshu gjithë shkapi atje ku shkon, sa je kujdesshme, sa je disciplinume, dhe me tonë sa duhet para një kampionati, për shembull, mu stërvit, mu bogati. Po, normalisht për tek pesha, për mu, unë jam në kategorinë më të rëndë. Kështu që nuk e kom zgjedhë me konë kategorinë më të letë, për jam prej kategorisë më të rëndë që nuk ka më të rëndë, kështu plus 68, mund më mbra mua edhe me 100 kila, kështu që unë e kom plus, kështu që unë nuk runa në aspektin e kilogrameve dhe shka, po t'jeshtë në veç ushqim të shëndetshëm, proteina sa ma shumë edhe jo me ongër palidhja, mo sa i përket dietës, mu shqyqër nuk kom kara me përjetu dietën, se ka shoqet mija që tesin para meqeve, se shumë dhëtë me hekila. Ndërsa, për mu pregadit për një merë, dykon do shta intenziv 6 muj 7 pregaditje deri me një evropian ose botëror, po normalisht juve 6 muj edhe me ndërprej, po këto vjen vite, do me thonë une që 20 vjet jam me karate, i kom 2 dekada, edhe suksesi më ka arë ndashta tasht prej 2023-ës. Suksesi më i rëndësishëm e kam fjallin, se kështu medalje balkanike, medalje në turniret në ndryshme kreti kam, po suksesi më i rëndësishëm ka arë 2023. Në më thonë këmë pritë me vite për mu pjek, edhe për me kalzu garusën të aman për medalje botërore dhe evropiane. Okej, po ndalim tash të këto të trofeja, që i kumpru. Po që e ke në studio, dhe më thonë, por edhe 2 medalje që nuk janë as pak jo të rëndësishme sa trofeja, sepse mbi gjitha është medalje. Po du prej kampionateve, dhe më thonë, edhe kampionatit evropiane dhe ati botëror, dhe më thonë, për eksperiencat. Tash, do me thonë, në vitin 2025, kom startu shumë mirë. Ndoshta u sprovova sa dush, thash, kështu që tash ja ka më marrë e dura, ja vësh më tranu. Edhe e fillova mirë, u stërvita shumë mirë, edhe medalet nuk më ngun. Që në fillim e mora venin e tretë në World, do me thonë, në Premier Liga është 32 më të mirë të botës, edhe më ka ra 6 meqe mi fitu vesh për venin e tretë. Qatë shumë, do me thonë, konkurencë ka shumë, 6 lufta, për një ditë, me thonë. Qatë shumë kemi na. Sa zgjatë një meq? 3 minuta. 3 minuta, për 3 minuta dësh me konë? Po, ama dësh me konë edhe lodhësh, nuk është shumë letë. Se menojnë që 3 minuta. Për 3 minuta dësh me konë. Edhe arrita me marrë venin e tretë në World, do me thonë, tash shumë freke, kjo në ngjarje, edhe me italiankën e pata meqin kërësor, edhe ndesh me ditë keshtu hup 3-0. Qysh në fillimet, bona një kiks që nuk u dasht, rëzova dyqysh pa mbuaj e diçka shumë, nuk e di shka ndodhe me mu, qysh në fillim të luftës, edhe vesh u ktheva thash, edhe në vesh mu më ndodhë që kësem, po, për një moment, vesh u forcova edhe... Në sekundin e parë. Po, në sekundat parë. Minutën e parë, ja ke ka zotë me dhe që, unë jam Shqipe, jam... Do me thonë qërë që shmën me ndru karatja, edhe pse në rezultat ke 3-0 më fillime, po unë me ndrova strategjin, e pa që çdo sen sulmi jem ka me shkatruat shikën, edhe 4-3 përfundoj meqi, edhe ata që ma përcjellën luftën,
e panë që ndrova strategji, u kallëzova e meqme edhe fitova shumë drejt edhe fair meqin. Që kjo ka qenë, do më thonë, që kjo medalje që. Po, merit. Në Egjipt. Në Egjipt, Po, në Kairo. Dhe që është female committee plus 68. Edhe peshon, begi. Bash. Mashallah. Po. Ko gjako ka. Ko gjako ka eronë kështu. Se me bo me qitë këtë qafën te me garant. Hajde fqë. Kjo tash frek sa u këthym për Armenis. Armenia është shteti që nuk na ka njoftë. Edhe as me simbole shtetërore, po në fat sporti e bën të mundurën me shkuna, me kallëzu farveni jemi, edhe kampionati evropian në mbajt. Përkundrazi, Armenia na ka dhënë një përshtypje që më konë shteti varfër edhe jo shumë i mirë, po të njëjtën kohë na ka befasu. Armenia është shumë qytet, shumë shtet i mirë. Edhe kjo ka qenë e treta Evropës, që ke medalje. E treta Evropës. Po se më kam pikë dishka treshat, po. Tresha. Unë gjithmonë thëmë, edhe në emision kërë këm pas Pipin, gjithmonë e ka pas të më tonë vendin e tretë festivalet, ashtë treta e vërteta, gjithmonë këna tonë edhe kjetë ndjekë. Mu po vjen interesante, po vjen mirë. Në më tonë hymë një ullëshu. Në më thoni Kosovës, më për vendin e tretë, kështë që nuk ka gjumat bukur në një vend që se një Kosovë njëjtë, të më thonë. Po, ceremonia e hapje solemne, do më thonë na kem me simbole, do më thonë shtetërore u prezentu Kosova, kjo është shumë knatësi e madhe, dhe këtë medalje Kosovës tim ja kemi pru, kështë që ka qenë jashtëzakonisht një emocion, ku kemi mujtë Greqin për medalje. Do më thonë, kemi mujtë shtetet më të fuqishme, si Ukrajina, Spanja, Greqia dhe Armenin. Kështu që i na konë 4 shtetet shumë të forta, deri te që ke medalje. Kena pësu vesh për Gjermanis, me një rezultat shumë minimal, se që fati nuk deshti na me hecë ma shumë, po për kundrazi shtetet e tjera i kemi lonë pa fjallë. Kështu që e tretat Evropës nuk është pak, normal na shqiptari na mësu me të parat, me kësi sene, po karatja besëm që është shumë sport. Na kena qef, na gjithmonë kena pas qef edhe e dojmë, dhe më tonë, që me pas vendin e parë, po mbi gjitha, unë tomë, e bukur është kur vjen edhe vendi tretë, mos me tonë, vela me rëndësi pjesëmarja, se kur është ajo me rëndësi pjesëmarja, pak nuk është edhe qaqe hishme, qaqe mirë. Po, unë e di që këta i kam kryesisht taulantin edhe lumin pjesë emisionit, edhe të pjesa e muzikës, po e di që ka njohuri edhe të mëdhaja, për pas muzikës ka njohuri edhe këtanën tjetër për sportin. Kryesisht, unë i prej asajone i shti me vetë na i sen, dhe më tonë, nëse një interesën diçka për me të vetë ty. Gjakova, ka na i sen, dhe më tonë, jo shumë, se ka dalë. Disa që i përmendi, për du mu ndalë të një pytje, nëse jo sporti që ki përzgjedhë, cila është ëndra jote e dytë moshës 7 vjeqare që ki pasë? Handballi ka qenë. Prap sport? Po, unë në gjithë sport ju më konë. Vetëm sport, do më thonë. Normalisht qasaj bote i përkas. Ndoshta... E kom provu, po. E ka qenë ëndra e babit, po. A i e marrë me handball? Po. Kënë marrë, prej handballit kënë ka përcim karate. Aha. Se sporti jemi parë ka qenë handballi, si 5 vjeqare. Një dit nuk mbajt handball, do më thënë nuk mbajt stërvitje, po mbajt karate. Qatë moment, unë e kom zhjetë karatën, edhe më ka pëlqy shumë edhe... Sa interesant, a e të këtë dhe me tonë, është... Rasia mreti botës. Kam pas handball dhe me tonë, është anullu handballi edhe mbajt provat e karates, dhe me tonë. Po, është një garë, edhe... Edhe është regjistru. Unë e prej që asaj ditë e kom tonë karate. Kështë që, bravo. E bukur. A ka në i san tjetër, a keni në i san tjetër? Kësha pyt, zia Po, ndë Se jeni këtë kërëndet ka është butë, kur foli shumë të butë, a keni disciplinë shumë ushtrime? Karatje, veç që shqetësi ka qysh në fillim, për me ka shumë disiplinë, ka shkollë, na mësojmë aty për kulturën, për na gjdo servitje dalë me përshëndetje, me ato në gjunë japoneze, edhe kështu që për që të arsye, karatje t'jep shumë butësi mrena, se të vesh në luftë të regon atë egërsien, a kështu kur momenti që kryet, të dush mu pajtu me kundështarin edhe me kalzu pache. Na e kemi ato përshëndetjet, edhe për që ta shumë jemi të buta. A kemi diçka tjetër? Jo. Po du më ndalë tash të shoqet.
për shkak që e pamundshme ndoshta me qenë tënat, unë kom pas qef me të pas ty, po ndoshta vjen koha që edhe njërin mbas tjetrës do t'i kem në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Se grup keni qenë atje. Po. Ti përmendim që mos i harroj. Po, tamam puna. Në ekipin tamam që jemi konë në Armeni, vajzat kanë qenë Vlera Qerimi, Elmedina Istogu dhe Beje Mustafa. Në më thonë, katërt atë sukseset keni pas që keni mri deri te që kja. Po, kemi arrit venin e tretë në Evropë në komitet tim. Okej. E të djemë, a ka pas dikush për djemëve? Për djemëve në komitet tim nuk kanë mujt me ka përcy grupin, por në individuale ka sjell Betim Aliqi venin e tretë në Evropë. Po, bravo. Bravo, edhe Kosova u kthy për e karates me 2 medalje. Në Evropia. Edhe të femrave, edhe të mashkujve. Kështu të edhe besimit, mi thonë, si dihet, edhe besimin do ta kem ndoshta herë të kurdon në Një Kafe me Labin. Betimi, po, betimi. Do ta kem në Një Kafe me Labin për shkak se duhet më përkra, aq më tepër juve të cilët fakt jeni gjeneratë e re, aq më tepër që mund më mësuan ndoshta edhe për juve gjeneratat e reja, sepse mbi gjitha unë jam i star i sportit, i artit dhe i kulturës. Sepse po i shohim devijimet, kohët e fundit e aq më tepër në përjetën sociale, kështu që kom qef që mu marrë me sport. Po, se zakonisht ma shumë për përkrat do një skeq shumë ma i kes, se sa sportista që përvacojna Kosovën në arena ndërkombëtare, ndoshta nuk u bo shumë buje madhe veni i tretë në Evropë, ose Kairo që kom zonë venin e tretë, po ma shumë po bohet e madhe diçka... Qka po ndodhe e momentit. Po, e momentit. E momentit. E kështu që me përfacu Kosovën edhe mi sjell medalje, po mendoj që ma shumë me na përkra. Okej, unë po du më ndalë tash tek një pjesë tjetër e jotja. Pjesë e jotja dhe më thonë që është edhe biznesi. Dhe më thonë ti mirë është dhe më thonë edhe këtë anën tjetër me biznes, sepse e ke pa dash me bu marketing, po je këtu edhe një farmyre e ke qendrën e solariumeve. Sa solariume jonë, qështë është, apo mundesh me menaxhu, apo mundesh me mbajt, sepse edhe këtu, edhe po duhet me lëviz prej një vend tjetër? Po, normalisht, familja është që po mbështet, po unë i kam 2 pika, edhe në Prishtinë edhe në Gjilan, me solariume, është të funksionu gjithë shka mirë, Prishtinë e menaxhoj ma shumë vetë, zakonisht të në konë jam sport, për momentin që lirona pak, do më thonë energjinë e kam në biznes, edhe është të hecë shumë mirë, kom pru në solariumet më të avancu me Megason 2024-2025, edhe spray tan, do më thonë me maqinë më stifikuar në botë, me armë bo për vetëm 5 minuta, kështu që kom pas idejat shumë interesante edhe pse s'ka të bëj me sportin hiç. Normalisht Andrea më konë diçka tjetër biznes me sport, po spontanisht ka ndodhë, në pandemi, nuk umë shelëm, edhe tash babit diçka është të dhejës me solarium, a peqelëm një, edhe shumë spontanisht, amo ja kom pa hajrin. Kështu që edhe biznes, edhe sport kënej po shkoj për rena, edhe po këthejna me medale. Ti po më dokert po më shenjë është solarium, po në zeherë, po shkën atje, pi që po apet po këthejesh, apet po një solarium po në zeherë. Që është të po më shkën. E bukur edhe për kraja, edhe prindve, edhe babit, dhe me tonë këtë razë, dhe me tonë që po, es për para. Po tash po du me të pytë kështu. A ndodhë që parët e solariumit me investu në karate edhe me... Valla, shumë... Apo ndodhë kundër ta, këto të medaljeve të investit të karates, me investu të solariumi? Normalisht, edhe ndodhë që parët e solariumit me investu në karate, edhe të karates me investu në solarium. Kështë që, zakonisht, ndonjëherë do të edhe me pare fëmija, me hecë në kampe ose diçka tjetër, se shteti të nimon vesh kërë të mersh medalje, pa medalje nuk të nimon kërkush, kështu që kur të metë ngosh solariumi, i marë paret e medaljave diçka, kështu që kombinim. Kombinim, dhe me thonë nuk është diçka që shumë në ashta benefite, po me së Po kështu me ardhë dikush, a ka në gudzim me të afruna i kush, dhe me thonë, sa e mirje, sa e dashën nje, apo me e numri telefonit, a dali me pim një kope. Normalisht, krejtë menojnë që jam shumë me në madhe, ose e shtirë, për momentit që më takojnë shoqet, apo dikush në solarium që vjen, unë e ndroj, jam diçka tjetër. Se nuk jam e shtirë qysh edhe pse jam karatistë, po jam shumë e butë edhe jam shumë e dashur edhe jam kom shoqni, jam e respektueshme, po mujnë më ngatru, po kur ta shohin çfarë jam, kështu që nuk i bim pishman. A ka ndodhur gjatë këtyre viteve të më thonë mu dëshpëru? Po, ka ndodhur bile edhe
edhe sa i përket pjesës sportit, karates, ka ndodhur që kom dashur edhe me lonë, me ndërprej, jam konë 3 herë ofër medaljes bronz evropiane, e 5-ta, do më thonë 2 sekondat fundit i kom hup meqet, kjo ka qenë vështërsit para medaljes botërore, deri më një moment, po thësha, ja kom e luftu, ja kom e thuj akullin e venet 5, ja s'kom i thonë vetës, që kjo kom pjesa e ma e vështira që kom, po momentit që tanaj merdh medalja, thash, do më thonë, largim ka, po pështims, do më thonë, koha vjen, se ka qare, kështë që vështë durim. Po, për pës kësaj, a ka ndaj moment që e dëshpru për ndaj kujna kështë? Normalisht, jeta ka shumë sfida edhe për njerëzve e komprit lloje ndryshme të dëshpërimeve, kur ma kanë këthy shpinën në momentet ma të vështira, po një tip që ngushëllimin e kthejmë forcë, edhe për që ta unë e heci shumë për para. Nuk mes me të kalumën ose me dëshpërim, kështu që shumë nashta që aty për që aty me prit keq, po prap gjej forcë edhe vazhdoj. A din me thonë falë? A din me thonë falë? Po, a din me thonë falë? Po. A ke kërku falje ndo një herë dikujna për Normal që po, edhe shpesh e përdori. Mendoj që mos po nga bëj, mos pelendoj dikon, edhe të njëjtën kohë kthena, edhe prap e përdori shpesh fjallën falë. Nuk e kom problem dyqysh me thonë falë. A ka që kështë dash dikujna që tash këto momente sa e mi ullu më bashkë në përmjet kamerës edhe mi thonë falë? A ka dikon? Nuk e kom bot dikon më një keq që për mi kërku falje publikisht, të që jo, nuk kam. Nuk ke? Jo. Okej. A ka dikujna që i thush faleminderit për gjithë shkafin, për... Po, normal, kisha pas shef babi tim i thonë, faleminderit për krejt mirat që mi ke dhonë edhe për krejt për krajen, sepse a i ka qenë gjithmonë, a i shtyci bëne, unë jam për para teje, kështu që i kisha thonë faleminderit shumë babë që më ke bo deri qëtë, edhe po ta shpërblej me suksese edhe krejt me arritjet e mija. Unë zakonisht të pjesa e kafës, ku e kom pjesën e 2 emisioni që jemi të bari atje, e bëj një pyetje të shpesht e kom kështu që kafja e omël, e mesme, apo e idhë. Përshkru ma jetën tënde, është e omël, a mesme, a idhë? E omël. E omël, dhe më thënë, gjithë ka omël ka qenë. Ma mirë omël me thonë. Ma mirë omël me thonë. Tash po e shioj me omël, se nështë në fillimit ju në kunë edhë, po tash po besoj që edhe du të më konë falenderuse ka një herë, se nështë perfekt nuk ka, po falenderit që po i shioj, po ka mundësi me shkue, edhe se nështë ndonjë një lëndim, ndonjë fatkeci dhe jetë pa shku, po edhe më falenderit sa po mënona dhe po mëj, se ka një herë edhe sune një ka ndrën tënde. Shpesh ndodhin do sene dhe jetë së mënësh me një, kështu që falenderit zëtë edhe po i shioj sukseset tashtë. Gjatë sfidave, gjatë jetës, gjatë gjithë shkafit, që edhe ashtë ma tepër për jetimit të humbjes njerëzve, dashën familjes, që vlavë të apo nanës, e di që është dikush tjetër që mundohet dhe me të qëndru afer dhe mundohet me t'jep forës edhe energji. I kujton ato ditë dhe me tonë se kusht ka ndajt afer të je, kusht ka jep energji, kusht ka jep forës, kusht ka jep motiv për jetën, për gjithë shkafin, e sa mundohesh ti sët për mi ndajt gati që ati personi, që asaj personeje, apo kush dhe qoftë i familjes. Me të regu drejt, ndoshta më vështërsi, nuk kom pas persona shumë ofër vetit, përveç familjes, vllaut edhe babit, kështë që motër nuk kam, edhe familjarëve të me si tezët që i kam pik dëpt. Këtu do është, dhe me thonë, se zakonisht në harojmë i përmen tezë, hala, dojse, lidhjen e kemi me ta. Po, tezët i kam dyqysh shumë të ofëra, edhe tash prej që ka ndru mami jetë, dyqysh tezët isha shumë, si, nështë nuk më i me thonë si nom, po ma hekin malin, dyqysh. Ndoshta tezët kanë qenë ofër me shumë në kotë më të vështira dhe jënë mënu më mnejt gati kur unë e humba mamin, kështu që qajo, ndoshta. E di që me ta po pyetjen se me kënd ka marrë malli me pini kafe, e di që kishe thonë. Kisha thonë me mamin. Me mamin kishe thonë, për shkak që secili prej neve dëshirojmë ata njerëz që për fakt nuk i kena sot, edhe me pini kafe dhe me folë shumë qka, me të regu shumë qka, edhe që ato e bënë edhe të njej, dhe me tonë ashtu e veproj edhe one. Ko pas ko e shkoj flasë
flas me to, sepse... Bile bashkë kur e mora medalën, e më ndjeva shumë bosh, shumë ndjeva, me kaldu drejt. Kur e mora medalën, tash po marë medalje, po kam suksese, po nuk pe kam tash njërin e dur. Se gjithmonë folsha, edhe për u kthesha për garëv, gjithmonë e kom pas mamin edhe si shoqe, këtja tregojsha, e tash shumë u mërzita. Kur kesh tash për medalje, tash qyse kam edhe mamin, po dyqysh pe e kujtoj me sukses. Çdo sukses po ja dedikoj edhe që kjo po manë. Edhe nësër po fitoj, po ja dedikoj në nësër. Unë nuk ka gjë ma të rëndësishme, një jetë, dhe më tonë, në tash, prapë, dhe më tonë, por sërit në ndërshta, që qka do që të bën jetë, është merit atërme. është merit atërme, tash të se cili prej neve që ermi, edhe Lumi, edhe Taulanti, edhe qoftë ekipi kameramanëve, edhe realizuzve atje, gjithë shkapi është të më tonë falë familjes. Familja e në ata motori kryesor, familja e në ata fillimet tona që na jepin motivin, na jepin përkraj, na jepin mbështetjen edhe na duhet të më tonë qoftë edhe me forcen sa kanë mujtë. Po na nuk duhet asësim i haru, dhe më tonë që gradualisht ka ndonjëherë që i harrojmë, dhe më tonë i harrojmë falenderimet, i harrojmë momentet ndërshta për shkak se e mbriva një sukses, e mbriva një sant, kështu që sa ma shumë me qenë për toke, aq ma e mirë është, për shkak më s'mi haru ata njerëz, edhe më s'mi haru ato fillimet cilat kanë qenë. Fjala që e përdor mas shpeshti, cila është e jotja? Zakonisht jam pozitive shumë edhe thëmë gjithmonë e bëj, edhe nuk shë diçka negativ kështë njëtë, edhe mënona këtë salet si pozitiv, edhe jam pozitive, dhe që për shdo sen... Ka zgjidhje. Ka zgjidhje, po, fix. E ta shte qashtë pozitive sa që je, edhe të këtë njovë, dhe më thonë, edhe kështu, edhe pak ma heret. A i bjen pishmonit për diçka që ki bo po e marë shembull, apo e kalon me pozitivitet edhe ato atush, okej, ajo shkoj, etap ka qenë, ka përfundu. Normalisht, me një moment tjetës më heret, shumë i besha pishmon, edhe u lëndojsha, gjithë ditë nështë ta, po tash kur e kujtoj thëmë, që ajo unë pas ka pjek, për me ardhë diri qëto. Kështu që tash nuk e menoj të kalu më shumë. Më thonë edhe një karatiste për para ka qenë. Na kena shpirt. Se jam karatiste, do më thonë që nuk lëndona. Po, zakonisht, jam shumë më kone lëndume, edhe u preksha shumë shpesh, ose na i sen, po, tash për moment, thëmë, taman, më ka pjek jeta edhe shumë e shofë të kalu më si rritje. Thëmë, pa ndodhë që ato sene krejtë që më ka ndodhë dheri qëtë, s'kisha mujtë nështë me arrit dheri qëtë. Edhe diçka. E ke dikënd, qoftë qëshnis, qoftë trethi, qoftë familjes, që të ka thonë për para, qko ka të vynë? Po. Ki më lëndu sa në mene, ose të amën ballojnë bravo, të koprin palë, ose që të kom thonë atë kona i sanë. A ka? Po, ka. Bile ka edhe në familje që kanë qka po bën me këtë karate, sens është të vytë, si të bukur gjë, shumë. Po unë e mersha... E kur erdhe medaljet? Ja, ta është ki arrit. Është e që është të këndë ta. Bravo, se po të qojmë atë, po të qojmë atë. Plani vesh po më bëjnë shere. E di që prej një vend tjetër të kara, jo vetëm me karate, po të kara edhe me ollëtu kështu përgjithsi, dhe më tonë, ki vizitu edhe shumë vendet tjera. Ku ka qenë kafja ma e mirë? Në cilin vend e kujtonë të më thonë një kafe që ki pi, dhe më thonë edhe ki thonë, wow, pava diqka, mësova diqka, mla për shtypje diqka, dhe më thonë. Normalisht, nështë Tokyo, me thonë, që më ka lonë pak ma ndryshe, edhe kultura atje ma ndryshe, edhe kafja e mirë atje ma ndryshe. Tokyo kanë kulturë, ta mëndë karatistave, kështë që edhe që ajo nështë më ka ngrej, sa që me të regu për me hinë në stadion, u dash mi dath papuqet, edhe me shku dath, se qaq pastërtia një vend. Do më thonë, ti ki mujtë në stadion, mi hek patikat edhe me hinë si në shpe. Që kjo kënë është ta ka qenë, po. Që me do të ljumi si të na, po vëtanë. Kjo, do më thonë, për shtypje ma ndryshë se Tokyo. Do më thonë kafe. Po kafe të ithë a kipina i herë me na i këndë? Adin që t'ka dollë, dhe më thonë ti, ki menue omel, po valaj e jetë të konë, që e kafe? Ndodhë që më me ndodhë që ashtu, po
me të kallzu drejt, ata që m'japin energji negative, i shpejt i largoj. Nuk e kam problem, po. Kështu që kam qenë me nejt me njerëz që më dojnë, që folin pozitiv, që kanë synime për jetë, që kanë karrierë. Nuk mina me se në budallakia, kështu edhe me fol për thashat të me, po gjithmonë për sukses, mujna me arrit, jam shumë njeri i idejave. Dhe më tonë je edhe motivuse për shoqërinë për ata njerëz. Dhe unë i motivoj shumë shoqët e mia, se tash për momentin jam si kapitenja e ekipit, edhe gjenerata këto, Behia, Vlera dhe Elmedina jam më të reja se unë, edhe gjithmonë jam ajo motivuzja e ekipit, se që unë ju shti me besu ma shumë ato, edhe gjithmonë më thojnë që shakje këti, tash të din, inshallah nuk më na bjen me hek ti bravo, qysh ke dëru e edhe për na frimzën, edhe unë jam aja pjesa di qysh kapitenja që thëmë, hajdini me mu, se javqeli rrugë. Vot mirë. Zakonisht po folim të kushtet. Jonë seriozisht janë kushtet shumë të këqija? Qërë, për momentin po foli, tash për momentin ju stabilizu, se momentin që merë medalje, ti veç hinë kategorizimin e sportit edhe merë penzion, nëse fiton medalje botërore se Evropiane. Para që të neve e kemi një federata, do me thëmë bulon disa shpenzime, po zakonisht pa dhonë edhe vetë, edhe pa u mununa për garat të ndryshme, nuk më nëshme ja dalë. Po, unë po mendoj që qëto vitet e fundit u regullu. Nuk është që si kur më përpara, që unë i kom hekë në fillimet e mija, por për generatat e reja, shumë është ma mirë. Sepse federata po i dërgon kampe, po i dërgon në gara ndërkombëtare, ministria tash ka ligj specifik për sporte, si për judo, si për karate, tash janë rregullu kushtet, po a do të ma mirë, normal që ka vend edhe për ma mirë, po për fillim nuk është keq. Kështu që mendoj që është u ndreq, edhe Kosova si shtet i ri, kështu që tash këto që ki mrapa, që pëtush, dhe me thonë që janë gjenerat pak ma ere, se une edhe një famnyre të je ajo liderja e grupit. Cilën e shë vetën? A mundesh me do ndë njënën ajo? Normalisht, zin, nuk mëj me pa vetën të këto, por ato i shot që kam potencial edhe mujnë me arrit ndoshta më shumë se unë, sepse mu nuk më ka dhonë rasti qysh është dhenë, edhe po mendoj që ato kanë me mri më shumë suksese se si Majlinda, qysh ja ka lëshu distrijës, që distria është të kapë suksese më shumë e më shumë. Nuk mund është mi dati këto? Ja, nuk më mëj mi da. Si mi da, si mi vra. Kasha edhe unë dhe thamë, si mi da, si mi vra. E di që njeri gjatë këtërë viteve, dhe me tonë edhe sportit e sandeve, priton do një herë. A ka ndonë në një herë që në fakt me pritu më zgju edhe për me shku ndështë edhe në stërbitja, apo diku jashtë shtetit, apo... Po, normal, se une ushtroj 2 herë në det, edhe normalisht kur t'jaris më bosi monotoni edhe priton ka njeri, edhe nuk mund me pas motiv, se lodhësh, ki nevoj pak për relax, po gjithmonë ajo gara e rëndësishme më banë që aty me menu që ka dalë fërtese e ki Evropianin edhe dura dhe pak, amo jemi edhe në atë pjesë në sportisa që lodhëmi në herë, po shkoj me zërë, se do të me shku me ka përsi spaku treningin, që shkoj nuk është më rëndësi, po më rëndësi ti më konë aty. Edhe shpesh, thëmë, ki diqysh, po prap aty jam. E përmend, e the qysh në fillime, dhe më tonë që babi ka insistu për tek muzika. Babi ka pas nëjë këngëtare se këngëtare të preferume? Miri e bra. E ka dish atë këngë refuzova. Refuzova, 4 vjetë e dashurizë. A kini atë këngën ma ka dalë ka dalë. Mirin e ka pas i dalë. Jo, e vazhdo një, se po duhet t'i qka me shku me marë, po vazhdo një. Okej. Faleminderit. Të lule jo për lule, në thamë në qesë të monë. Lule të jo për lule. Kështë që po vim dirit të fundit, e pjesa e fundit, edhe e bisedës e emisionit Një Kafe me Labin, edhe për fund dhe me thonë,
edhe me Mirien, përshëndesim babin shumë. Unë për thëmë lumë ata për nivojë që kanë rritë, kanë eduku edhe kanë sjellë, dhe me thonë si lullën këtu, me qenë një e vetme, edhe mësë me qenë e lasdrume, mësë me qenë e përgdhelun, dhe me thonë për krejt njerëzve, po me dalë, dhe me thonë, me tokë, me kom tokë, edhe me kom për tokë, kështu që halal ju qoftë, edhe një falenderim, dhe me thonë, edhe për jatëmve. Faleminderit shumë, Lab. Nështë intervista ma e mirë në herë që më me tonë, dhe qysh ka qenë shumë emocionuse dhe ju më konë shumë e shlirë mi të regu ndjenjat e mija edhe mi të regu rezultatet, sfidat, kështu që shumë faleminderit për këtë intervistë. Dhe unë besoj dhe uroj që diçka të bukur këna si edhe për shikuesit, po të falenderoj për zemërsisht dhe për tëmë inshallah shihemi për të mira dhe gjithmonë me medalje edhe me trofeje. Vitin tjetër, si djetë, të para tjeni. Po, kësë me kampion. Si djetë, kur urojme dhe besojmë. Dhe me thonë këta, pa që shëndetin dhe pa gjithat mirat e Zotit. Faleminderit shumë. Unë për të shikuesve të qëndrojmë bashkë me Një Kafe më Labin, se tani këto momente është pjesa e marketingu të emisionit Një Kafe më Labin, që është du të një falenderim pa tjetër për gjithë ata cilët fakt janë pjesë e pandershme imja, se veç lumi edhe taunant janë shumë shpejt me melodi, po hajde berat, foto t'i këtona të këta dët, edhe unë thamë faleminderit edhe Fibullës, faleminderit Palma Clean, faleminderit Valonës, prej këtuve dëve, shkojmë me marketingun e Një Kafe më Labin, marketingun e radio televizionit njëstëni, e pastaj kalojmë pjesën e dytë të Gbari bashkë me Gentian Gojani. Mirë ka zënë, Je mundu e ke punu, as njëherë bab si e dorzu, ke pas që fmin me na pa, e gjithmon me na gzu, edhe jetën tande o bab, ti neve na fale, tonat mirat e dynjas, ti neve na bone, edhe jetën tane o bab, ti neve na fale, tonat mirat e dynjas, ti neve na bone. Kshilat bab që na ke dhon, je mundu me ti dëgju, thoj veç nahnen me ngu, se na krejti bojnë për ju, ne u rritëm prindu bon, u shpëndam në përdynja, e një laj na do gjizemën, bafti si e tonë. Pik në zemër ton jetën, bab ka me nanet, që nuk ishim afër teje, ti kur ndrove jet. Për her të fundit nuk mujtëm, si që me ti pa, inshallah halal nuk pa, neve na ke ba. Kafja veç filloj mu përgatit këtona, unë i këta mirë se erë dhe është knaqësi sonde me të pas në studion e emisionit Një Kafe më Labin në Gent. Po të bëj po të më Gent kështë se Gentian Gojanit njohin krejt po në pi, ndështë ma ofër po të më Gent. Faleminderit shumë gjithmonë knaqësi dhe për mu Lab. Gjithë të vite karierë, gjithmonë e kom pas derën e hapur të këti, kështu që dua të falenderoj publikisht. Unë jam me fatë dhe falenderus për shkak se në vazhdimësi, gjatë rrugtimit tonë, gjatë gjithë shkafit, po rritemi bashkë dhe po vim këtu ku jemi edhe sot. Unë pa tjetër dhëtë një falenderim për Ljumë Halabakun dhe
ta lanë të rutin, faleminderit shumë që janë pjesë e emisionit Faleminderit edhe dua trokite. Faleminderit shumë për punën e mrekullueshme që e bëni, po gjithashtu Ekremi është shumë i shpejt këtona me kafe, se kjo bisedë këtu e jona pa këto kafe pa vinit nuk ja nis kurqysh, edhe nuk e ka shijen e kafes. Çka 85 shko ka? Po 83.5. Qërë tash, këtë më varet shka pedan. Jo, shka pedan. Këtë më varet shka pedan. Dhe thonë, gen, ka ko që nuk kemi qenë bashkë të një kafe më labin, edhe jemi sonë të bashkë me shikutit, mu më bëhet qefi, valjad fillove, pastaj pak ma vonë e kalzën vetën edhe tek ajo pjesa jote, dhe më thonë që të flenë muzika qytetare, e mirë fill, popoloria, dhe më thonë që i angazhum për angazhimet për gjithë shkafin, do të flasin në fund kësaj. Pja nisim me kafe, masi jemi të kafja. Me kënd ka marrë malli me pi një kafe? Më ka marrë malli me pi kafe me dy gjyshat e mi, që nuk jetojnë mo. Ka vite që kanë vdek, edhe gjyshi nga ana i babit edhe babit edhe mamës. I kom da shumë, do më thonë, kanë rrit me durët e veta, kështu që ka marrë malli për ta. Për ta më ka marrë malli, po, ja që është e pamundshme me pi kafe. E pamundshme. E nisë me mëngjezin me kafe, apo jo? Unë e labë me të regu drejten, ka 8 vite që nuk pi kafe, edhe muj me thonë, ndoshta prej qefit një herë një aftë e pi, për shkak që kom pas probleme me lukth, edhe doktori ma pat ndalu, tha ti, dush mi ndalu kafen për gjithmonë. Mos të ndollë macchiato ki pi shumë? Kom pi shumë macchiato, takime shumë, shko me i kafe. Zakonisht dhe më të mos ditë edhe shumë më përsit, macchiato. Po ju të regoj edhe shikuesve se sidomos kafja me qëmsht mu përzi, macchiato, është sidomos për luktin dhe më thonë është shumë e dëmshme dhe rrezik. Po tani espresso pi nga njëherë, por jo çdo ditë. Kush është prej atyre njerëzve që ki qef me dalë me pi një kafe? Edhe me shiju atë kafe? Po zgrustime, janë edhe shokët e mi. Kam qef me shokët e mi, me shiju kafen, sepse gjithmonë është ai humori që na mban me 27-8 vite që jemi shok, edhe thash, me gruan time është kënaqësi e madhe, por edhe me shokët e mi është. Me gruan e di që flet për punën e familjes, e mirëmbajtjes, e gjithë shkafit, dhe më thonë, fëmijëve, krejt gjithë shkafit, po këtë anën tjetër me shok, po më intereson. Shokët a kanë bëjnë me muzikën diçka, po jo? Jo, asnjëri. Është mirë ko. Zakonisht, shok që i kam në muzikë, ma tepër i kam kolegë, edhe pse i kam edhe shok, jemi shumë vite bashkë edhe normale e shoqënie, momentin që e kolegë edhe gjithë të vite bashkë, bosh edhe shok. Mirë po i kam shok të femirisë, jemi 5 shok të femirisë që nga mosha 12 vjeqe ose 13 vjeqare më staroj, edhe po bo 26 vite që jemi shok bashkë, edhe asë njëherë 2 fjallë që kemi ndru, e kemi një humor shumë të ronë, shumë thellë me një tjetërin, sa që shpesh mund është me mënu që tash s'ko më folë këja 2 vjetë, po ja, folë mas 2 minutave, së kate. Nuk e di pse, ndoshta më këthy një retro, një diçka të sajmi bashkë këtu me ty, edhe më ktheve tek një pjesë e asaj kohë, dhe me tonë që kërë kom shiku televizionin edhe kom këshu shumë emisione dhe shumë ta, po du mi përmen për shkak se nuk e di pse, më kanë ullë që ashtë të dëtë, dhe më tonë, balë për balë, qëre. A përmanë men, dhe më tonë, ma për show që u konë, jo konë, 2 veta që delëshën në balkon, edhe me gjujshin ka një fjallë për atjetë. Edhe këta 2 janur, dhe më tonë atje, edhe unë vish me presë, qëka kanë me gjujë? Duhet kam ja, kështu me konë. Ja, edhe që ashtu po, edhe për Po, do më tonë, mikrofon, keni mikrofon. Okej, qka po të bjenë dërmend, kër e përmendi shoshnin dhe dalme të këto, qka juve dëve, diçka buzangaz? Shoshnia për bashket, po... Humor i rondë. Për mua ka normale kjo. Dhe më tonë, humor i rondë, shoshnia për bashket. Okej, nuk po hyma aton. Nuk po hyma aton, për shkak se po e lo këtë pjesë, dhe më tonë me gjendi. Gen, a ka në një person që në fakt nuk i guxim për me thirë për me pi kafe?
për momentin, jo ndoshta, nuk e di, nuk kam ndaj person që kam mendu, kam pas ma herët shumë kësi dilema, po me kalimin e kohës, me përvojnë që e kom bo, dhe gjithdo person që është i arritshëm për ne, s'po flasë për ndoshta Rita Ora mi thirrë me pikafë, se është... Me qenë se dha që asaja Jay-Z dhe se i shkruj besnikit Bobës Ven. Po jo, po flasë... Nga bota është e vogël, kur nuk i dijet, Unë me mora shembull Ritën që, po nejse, se dhe që tjetë, nuk është asgjë e parritshme, mirë, po tek njerëz e skenës, me gjithë kam misit mirë, kam muhabet edhe nuk e kam problem se cilin që e mendoj mund të thasë për kafe me se cilin që muj me pas punë. A ka ndonë njëra kër je dalë një kafe me pi me dikën dhe një inspiru për një kongë, për një spot, për një tekst kongës, që ki pa diçka mrenda asaj kafe? Pa tjetër që po. Më ka ndodhë, muj me thonë, pak para pandemisë që ishte, e pa ta bo një kongë për nanën, edhe një shokit tim na të regoj që disa muaj ma herët i kish lanë nana vete, dhe aty na të regoj shumë ngjarje, shumë ase. Pastaj aty edhe më lidhë, nuk është dishka re, se ka shumë kongë për nanën, po ajo më prejke edhe unë s'kom pas një kongë për nanën edhe e kom bo. E ki bo. Pse po lidhna, nuk e di pse zakonisht këta edhe të regjisë edhe të ekipit tem të emisionit, këtë më thojnë, çdo emision po ka zënë diçka pi vetes. Po më vjen me të regu, dhe më thonë, po më vjen me të regu edhe këtë rast ku jem këto, të inspirimi kafes. Me të regu krejt skenografia që i kom bo gjithmonë, dhe më thonë prej 24 vjetëve tash përvojës punës, 25-21, gjithmonë u inspirojsha pi vitrinave, dyqaneve në përbot. Ka shkojsha të me thonë vjetë ka diqka. Kisha nevoj me marrë me një skenografi me këqy një televizion, po njënën për një vitrinës që ta e mora, që ta për aty, që ta për aty, të kështu që... Syni artistik është, nuk është në rrush. Kompletojsha këta. A ka në një person që e dalë me pi kafen, që e ki mendu që kafja është dhe në pikën e fundit për të ka dalë e edhe dhe në pond? Nuk e dila, nuk më kujtohet, nuk... Do më thonë këtu po dhe më bo modes, Po dhe më bo modes, po. Shumë a vërtet. Okej. Gjend, se cilë prej neve i kemi njerës që ndoshta ndonjëherë nuk na jepet mundësia dhe i harojnë. Po. A i haron ata njerës të parë që të kanë dejtë krah teje? Asnjëherë. Asnjëherë. Qoftë diskutohet, për antarë të familjes ku trejnë afër, ata i gjithmona si po flasë për karierën time, për muzikën që e bëj, kam shumë njerës që në fillimet e karierës time më ka najtë afër edhe nuk i harrej asnjëherë, edhe çdo herë që kam mundësinë, që i kam me një mramje ose e gjej një moment që përmendet me ndonjë emision, unë gjithmonë i përmendej. Jo vetëm njerëz të muzikës, po edhe ata njerëz, edhe ata pronarë të lokaleve të ndryshme që për herë të parë kanë pas besim si 16-17 vjeçar, me mftu, me knu, edhe ata i përmend dhe nuk e harroj, sepse është edhe ajo një përkraje madhe, kur ja beson një 16-17 vjeçarit në atë kohë, me knu me një lokal sa dhe qoftë i vogël. Kështu që nuk i harroj asnjëherë, gjithmonë i kam në kujtesë për shka kanë bo për mu. A ki ndonjë ritual të veçantë që nuk e dim na ti e ke dhe më thonë që e praktikon para se me dalë në skenë, para se me janis me performu, para se me qenë shumë e çuditshme, është shumë e çuditshme gjitha këto vite përvoj edhe në momentin që del në skenë ki një far treme në veti që nuk ta merr mendja pse po ndodh. Ndoshta është prej përgjegjësisë të madhe që e ki, kom mendu që e kom vetëm unë dhe kom thonë është problemit e unë diçka mirë, po momentin që kom fol me artista shumë ma të vjetër se unë edhe artista të mdhaj edhe e kanë pas të njëjtin san, atëherë kom pa që është shumë normale. E kom një ritual çuditshëm e lëvizi qafën. Ndoshta telat e zonit. Jo, telat e zonit nuk e dija, ndoshta çarkullimi i gjakit edhe më heket, po momentin që dal në skenë,
pas kongës parë, dytës, edhe vetëm e gjej qetësinë shpirtënore aty edhe pastaj s'ka kush më nal deri në fund. Ka momente ndryshme, domethënë, edhe ti ke përjetuar për shkak se nuk je veç këngëtar që në fakt je veç i sezonës dasmave, po je edhe i çdo muaji, po e tham çdo muaj për shkak se për një vend tjetër, qoftë nëpër taverna, qoftë edhe nëpër lokale të ndryshme, domethënë që është live muzika, është edhe Gjendjani. Po më intereson pak ka momente të veçanta, ka momente qesharake, ka momente domethënë që në fakt i kinë memorie që nuk kish palos dhe i sot, nuk kish thonë dhe i sot për shikues. Ndonjë moment të bukur? Lab, shpesh më ndodh këtë pyetje ma bo, edhe është e çuditshme qysh në asnjë emision nuk më kujtohet asnjëherë. Jashtë e emisioni si del po. Po, që stash më unë nati kamera dhe më një shkallë, unë o lab që se më kujtu. Nuk e di, kemi momente shumë. Të gjam, ishim me një darsëm. Menoje, mirë, menoje. Ti mendoje, unë për i thëmë kështu, për i thëmë Astritit, mas në ndej kamerat të fokusohet ose beratit që së ndonjone të taulante, se më interesën qka e veç Gjakovarin. Prit tashti, ti tash ki ko me mendu edhe ti pyetjen, deri sa kë u mendu dhe me thërë me ma kalzu diçka të veçantën cilën asene. Gend, mas parti me ty, e veçanta, cila është? Cila që ajo ndodhia e klubit të sendeve? Po, ishim me një darsëm, edhe po vjen dikush prej dasmorve, ishin të valzu, po ma bën me dorë, kështu të naltë. Edhe, unë e bëkëshyri naltë, s'pa shkurgjo, dëshka, aja pet naltë. Ja nesën me këshyri orkestra, naltë, nuk e din cilin restoran ishim, po, këshyra ta naltë, ja nesën edhe disa që kem të valzu afer, edhe ata të këshyri të naltë. Gati gjysma darsmës të këshyri të naltë, edhe jo afrova i tash, nuk kem ka të kuptoj, ja, vëdi shkom, ohin gazel bërthaj. Po t'i fali më qashtu, dhe me kin gazel naltë. Unë të këshyri me s'përna bje plafoni, ja, të isha shka ka ndonë. Okej, Taulant, a e gati? Unë gati jam me dy format pytjes, a hajgara, a sërëzisht. Tash Gjakovari, nuk kuj di unë e ta. Mori rondën Gjakov, jo vesh për Gendi, po mas e kam për balë, ku bile paret për Allah. Kjo tipike Gjakovare. Kjo, fix tipike Gjakovare. Do më thonë, nuk ka njëri që s'ta bënë që ta. Momentin që të shetë që të punua, di ma sukses asi ku i ka i la paret. Përgjigja e më nërë të pe. Bravo. Me thonë, a vlen edhe jotja njëjtë për Taulani, ku bile me parë, për natë për matë violin, dorë, dasën për dasën. Allah të që darsën për darsën. 3 darsman, 3 darsman, s'pë dhu. Se më kun ka i darsën. Tash ajo tjetër, aja shta humorit? Jashta humorit, si gjdo Gjakovar, ashtot që ja dojmë të mirën bashkëvendasit dhe jo vetëm, kur projektet e radhës, muzika, sidomos Gendi që është një prej këngëtarëve që unë personalisht kom shumë respekt dhe i du prej unë kur jam koni vogël, se ka rujt muzikën shqipe, ka rujt muzikën gjakovare, nuk ku infektu për tjerve, njëkohësisht unë live dhe e falenderoj për këta që ka bëjë që nuk e ka pas vështirë. Është jashtëzakonisht i mirë. Unë e du farë. Falemderit. Falemderit për fjallët e bukra Miradia që Pytja ke projektet e radhës, sa ma të mira. Kur janë? Shumë ma që ke Miradia. Shumë e përmeni, po të me thonë kush atë Miradia nuk e dim kusha. Edhe këqyrë sa interesant, dhe me thonë, po du që tu tash mu lidhë. Shumë e bukur, kjo që e the, respekt për krejt këngëtar të Gjakovës, për krejt artistat e Gjakovës, për shkak se e përkrahni njëni tjetën. Nuk e ditë në ampej, qka e kanë në zeti që kur njëni me tjetën nuk janë mirë. Nuk e di pse. Atë nuk e di. Jo, asë unë i kom që dur, zdi, atë unë i kom që dur. E bukur është kur e ndin, dhe më tonë, pikrish, edhe për i Taulantit, për aty me të zërë fakt. Pa tjetër që po, është knatësi që këto fjallë që i tha Taulantit, sepse është një profesionistë në muzikë edhe e falenderoj shumë. Tha projekte të reja, pianisim tash të projekte të reja. Qka ka në furë, se unë zakonisht të në furë, qka ka? Tash vonë sa cjellën një kongë me shkelëzënit ishin, duet,
edhe pas ti projekti po mendoj që ka fillimi i muajit qershor, do ta sjellim një këngë vetëm solo. Është një këngë mjaft e bukur, një komponim shumë interesant, edhe po shpresoj që ende se kemi përfundu, po shpresoj që do të del ashtu siç e komenduone. Ajo është projekti që pastaj hym në sezon darsmave edhe deri në shtator nuk... E bukur kjo me nxenin ka qenë dhe e bukur e komentume, e ndëgjume mjaft, gjithë kanë për emisione këtë bashkë, mund vjen mirë dhe me tonë prej nxenit edhe sidomos që është një këngëtar kogja me emën që ju përkra, juve gjeneratave që jeni pak ma të reja, kështu që e bukura është kjo. është shumë e vërtet që ceke ma herët kënë e kështë eftu që ishe kënë dyshim, une momentin që me Xenin kom pas shumë muhabet, shumë mramje dasma bashkë, po momentin që merë ideja për mi buat këngë, diqysh isha në hizetim, a mi thonë ajo. Mirë po, në fundit tash, pi thonë, kur gjësë buat, edhe nëse thot jo, prap me si mi që shok, mirë po, aj, post respektit që i kesh për mu, e pranoj për shkak se edhe konga ishte e qëllune edhe doli diçka interesant. Më lejohet me ta bu pyetjen, për shkak se ke kogja një bagazh të madh, edhe kogja kongë ke pas prurje, edhe kogja bashkëpunime, ke marrë pjesë edhe për festivale, kështu që e bukur është gjithë shkafe, kështu që çfarë ndjeni është kur e nin vetën, për shembull, je dalë me pini kafe me miqë me shok, edhe nin vetën qoftë në radio ose qoftë mrenda për mrenda ati ambienti që është të vendosë është lëshu një këngë jotje. Muj me thonë para 3-4 dite e pata që atë ndjenë me një supermarket, nuk e di qysh, po një potpori e imja kishte qenë rëshune edhe fort knatësi e madhe, kjo është edhe me 2 djenë të mi, edhe me grun edhe diqysh, edhe djali ma tha, që ti tha të hnu, knatësi e madhe shumë, s'diskutohet aja, se cila punë artistit, momentin që diku në dhinë vetën, ajo është sa një thjesht, ajo nuk është dishka që kja rrit më të rëshu me supermarket, mirë po, momentin që e dhinë është knatësi. Gjeti, e di se thëmija sot po rritën shumë shpejt edhe thëmija të kanë rritë. E kuptojnë ata famën e babit? Djali madhë i ka 8 vjetë, e kupton shumë mirë, a i vogli i ka 3 vjetë, është e çuditshëm që a i mendon që këtë mashkujt janë këngëtarë, edhe këtë femnat janë arsimtar gjusë angleze si gryja ime. A i mendon që këtë njëjtë. Kështu që hala nuk ka kuptu të aman, po djali madhë po është, do më thonë, gjithë sanë hinë ka TikTokin e vetë, sepse lunë dhe futbol, i poston videot e hinë më këshyrë mu, thotë, qka që pas ke bo shikime, ato këta, masnaj edhe shpeshe për men, thotë, djenë të klasës, ose vajzat e klasës, e kemi pa babën të në televizion, ose dishka tjetër, kështu që e kupton shumë mirë. Sajmë pak të familja du një përshëndetje për bashkëshortën të ande dhe për fëmijët e tu, por edhe në tjetër për familjen e madhe që e ke, dhe më thonë, Gojani që janë edhe në Gjakobës edhe në Prishtinë. Gen, e di që sezona po vjen, dhe më thonë edhe zakonisht mundohemi se cili prej neve për që jemi pjesë e një natë të shajtë, që është një darsëm, edhe ata 2 atje që janë, edhe unë këtonë, edhe ti, edhe mundohem dhe më tonë me japë maksimumin. Shumë vërtet. Je i gatshëm për me fillu sezonës? Pa tjetër që po, jam shumë i gatshëm, edhe dua të falenderoj gjithë ata që më kanë ftu, edhe po shpresoj që kanë më shku gjitha darsmat në barë mirë, ashtu të si që kemi mëndu momentin kur jemi dalë me folë për herë të parë. Unë e di, dhe më tonë që ti nuk je vetëm të Gjakov, nuk je vetëm Prishtinë, po je i krejt shqiptarisë. Jo. Ku janë, cilat pjesa jenë, cilat treva je ma shumë ti? Po, mas shumë të darsma kom Mitrovic. Sa interesant, që me Mitrovic ju lidhë për diçka, ku shumë interesant. Mitrovic edhe në Përzen kom mas shumë të darsma, pas taj e treta me radhë është Gjakova, Prishtinë, edhe gjitha qytetet kuptohet, duke mos harru Maqedonin që kemi mjaft angazhime, sidomos në Tetov, Gostivar, Kërqov, pasta edhe në Preshevë dhe Bujanovc.
Gent, unë di që nata është e gjatë, e bukur, me plot sfida edhe ballafaqime mrenda për mrenda një natet mundet me ndodhë gjithë shkapi edhe pa pritura. Në më thonë, sidomos nëse te i kalon pak edhe te alkoholi edhe atë të vinë edhe të kapin po këna ma këta, po a ja ke qitë vetit një kusht, a i ke të rëgu dasmorit me fillim që në fakt unë jam që kë, qëto i kam, repertuare jam o që kë, më falë mësë më pëngon, mësë vjen me ndikush me ma kërku këta apo këta. Jo, më të regu drejtën lab, këtë punë nuk mujtë mi bu asë njëherë, nuk e di, ndoshta dikush kur ta tepron edhe tepër, sepse çdo san edhe ka mas, momentin që tepron tepër, e di sa çka duhet më bo. Po, momentin që kërkon një kong, 2 kong, ta qëtë dorën qafë, është në qefin e ti, përderi sa nuk më bon keq mu kur gjo, nuk do më thonë asgjë. A ki pas në i darsëm, më falë? Po, falë. Jo, Jo, Chris, ka lidhë. A ki pas në i darsëm që në fakt edhe sot e kësa i dite e kujtan? Edhe tush kur si që e darsëm nuk ka më përzërit? Po, kom pas disa darsma, njona ka qenë, nëse mos t'jap e emën këtu offer këti objektit, edhe interesant, i kish ftu gjithë 3, diku rreth 370-380 vetë, gjithë 3 nuk e di ku i ka gjetë. Atë shoqni, po më ndokut që me thonë, hallën e babës, hallën e babës nuk e ka thirë hallën e babës, po ka thirë fëmijët e vetë. Ato se ka thirë keq. Do më thonë, që e formë ke, edhe më pëlqej shumë se komplet me të ri, është bo super nice, super darsëm edhe interesant nuk ka rres njerë. Okej. Për ty, ma e rëndësishme është teksti apo melodia? Njona pa tjetërën nuk bojnë asë njëherë, po për mu ma e rëndësishme melodia. Melodia. Se ty shkon a i këngëtare femën e kësha veta ma e mirë, pa i shkon melodia e teksti a spoti? A spoti, po, më shumë së mbetë. Une asë njëherë njëtën temë që këmë kushtu qatë shumë rëndësi spotit. Nuk e di pse, po asë njëherë. Jo mënu, momenti kur këmë pas kongën, jo mënu mi kry spotin sa ma shpejt edhe mi qitë, kështu që i drejtë. Gjatë këtyre viteve, të ka ra me shumë kënd me punu. Edhe e di që nuk mi thush emnat asësi, dhe më tonë të atyre të cilët fakt nuk i qef me punu me ta, dhe nuk ishe këndu me ta. Po i du, dhe më tonë, 3 emna spaku, dhe më tonë, me kënë kishe dash, dhe më tonë, me konë për shambull vazhdimisht me pas edhe dasmen, edhe me pas më ramjet, edhe gjithë shkafim bashkë, për shkak se ke një energji bashkë. Po, kone fundit, kemi shumë ramje zbashku me Xenin. Xenin përveç që jam rritë me ta, me zonin e ti, kom mësu gjithë shka për ti, tashti është edhe ma eb një energji shumë të mirë në momentin që knojmë bashkë, dhe është gjithë mund knatësi. Pa Zenit është Miranda Ashani që e përshëndesim shumë. Një push pja që Miranda spiktuit sepse e kena për zemër. Edhe Miranda ma eb një energji tepër të mirë, tepër pozitive. Ajo energji është këtë jetën, kur gjithë të Miranda, pa shkutin familjet Mirandës. O me Miranda, familje. O jem shku qëna, jem i afert shumë. Sët, je shku sët. Unë jem shku në atë vakë, jem ku krejt bashkallak. Edhe Admiri ku në atje, krejt kontent shkom, krejt, më tonë qaj. O kur a i vakë dhe më tonë, kur atmosfera ndryshe. Kështë që një respekt e një dashni shumë të madhe për atë atje. Qëtësin që ka Miranda, momentin që adit ndollë dishka me një dorë, o shumë interesant. E du fort edhe e falenderoj sepse kemi bashkëpunu i ko shumë të gatë bashkë. Tash është Miranda duke jetu jashtë edhe i kemi të ndanën ndoshta ma tepër mramjet e dasmat veç e veç, po edhe dikon tjetër nuk pëdisha me thonë, nuk ko që kom në ikon tjetër që mujmë i përmend, po si dhe që tjetë me gjithë që mbjenë për darsma, gjithë ka ma betë mirë, nuk është në ikon që e ka x. Thuj ata dëtë sapet kime konë me ata dëtë. Kërështë gen, unë për të më faleminderit shumë që kemi pjesë emisionit Një Kafe me Labin, uroj dhe besoj që gjithmonë për të mira.
Gjithmonë knatësi. Shëndet ty dhe pastaj gjithë mirat. Shko drejt taulantit dhe lumit, bënu gati se çfarë do të na këndosh sonte. Ekrem, faleminderit edhe ty për gjithë shkapin për sonte që jemi bashkë të një kafe më labin. Faleminderit Astritit, Ajdarit. Qysh ke? Ambi. Për hajr, më në fund, mas sa. Ambi! Okej. Berat, faleminderit, sincer faleminderit Astrid Hajdar, po tash, Lum, Taulant, faleminderit Guxan, faleminderit Pavinit, Fibulës, Valonës, Palmaklin, faleminderit juve që jeni pjesë e këtij rrugtimi tam. Pjesë e emisionit Një Kafe më labin, pjesë e radio televizionit Një. Me Gentin, me muzikën qytetare, e përfundojmë sonte Një Kafe më labin. Takohemi javën tjetër. Tung tung! Aman pranve amoj, qelice qia, dita filloj me da. Pranve amoj, qelice qia, dita filloj me da. Ajo që desha u largu, kush një qanha lete mia dhe moj, ajo që desha u largu. Aman ka shumë vite moj, që po t'prese dhe moj, duhet panesi. Aman ka shumë vite moj, që po t'prese dhe moj, duhet panesi. Se t'jete, djallë si Sulejmoni, se pone nona t'jete, djallë si Sulejmoni, se pone nona t'jete. Sa dolan voce, me pi kafe tëmla, por sa dolan voce, me pi kafe tëmla, por në vjen qocnia, veshun Allah franga, por në vjen qocnia, veshun Allah franga.